që shpesh e kom dëgju që shumë njerëz thonë që nuk është mirë me i përzi miqësitë me partneritet në biznes ose në punë, që sheshet i këtë aspekt, sepse disa miqësi edhe nuk kanë përfundu mirë, është ndryshe në shoqëni, është ndryshe, apo ti është shema ndryshe? Varë çfarë miqësi ki, të nëse ki as i shok që gjithmonë e keni diçka për të thënë, por nuk e thoni, atër që asë miqësia, s'ka që atë vynë as miqësia, se ti i ki sene që kemi thonë, po s'un pja thu, se po të vjen rënë. Nuk është miqësia, është si gjysë miqësia. Të është të cili e ka metodën e vetë që funksionon, do njerëz dojnë me u distancu, po pe natyrës të am, unë e di që ato 2 sene të rëndësishme që i përmena duhet mi thonë këtë që i kena, edhe me besu të rinë fond. Tani marrëdhëniet na qysh i vendosëm qysh po është organike ajo, dhe zhvillohet, me dikon pak ma afërt, me dikon pak ma asi, e përshtatësh, si një jetë reale, se e ki kolegë ti tash dush mu përshtat. Po jo, pa pas, për mu pa pas një copë miqësia, të qysh na po dojna me kedi u diçka shumë madhështore të madhe, por na nuk jena veç kolegë.